Në Ferizaj ka nisur edicioni 2 i festivalit ndërkombëtar Mural Fest, i cili do të zgjasë deri më 23 maj. Gjatë këtij edicioni, qytetit të Ferizajt do t'i shtojnë edhe 3 murale të reja. Drejtoresha e këtij festivali, Lebibe Topalli, tha se tema e edicionit të si vjetëm është mbrojtja e mjedisit, në mënyrë që përmes punimeve artistike të jepet mesazh tek qytetarët që të ruhet ambienti. Çka është risi krahasim me vitin e kaluar është se këtë edicion përveç temës, pra dihet se tema është mbrojtja e mjedisit, ndërsa edicioni i kaluar ishte tjetër temë. Zonë kemi menduar se çdo edicion të kemi tema të ndryshme, me çrast me këto tema të arrijmë se do pak të japim mesazh në mënyrën artistike tek qytetarët. Pra mbrojtja e mjedisit, kemi pas të hapur konkursin, ku me çrast kanë aplikuar shumë artistë dhe prej gjithë atyre konkurrentëve 3 janë përzgjedhur, 3 skicat fituese nga Komisioni Profesional. Sot pritet të fillohen realizimi i 3 muraleve, ndërsa prej nesërit tutje do të inkuadron më shumë artistët e ri, duke inkorporuar, domethënë përveç 3 muraleve, edhe 2 grafite dhe 3D. Gjithashtu do të më theksu një gjë të rëndësishme që në këtë edicion do të bëhet përmbyllja e këtij edicioni me hapjen e ekspozitës së fotografisë në krye me fotografin e mirënjohur Hazirika dhe një grup të artisteve femra fotografe të qytetit tonë. Nderemi Sufi, i cili është ndër 3 fituesit e këtij edicioni me skicën e tij, tha se përmes punimit të tij synon të sensibilizojë qytetarët për ngrohjen globale. Unë kam paraqit një lloj kaushi, një lloj akullore që tregon e kam marrë si temë ngrohjen globale, që sigurisht është problem kohët e fundit, edhe kaushi tregon planetin tokë që po shkrihet, që tregon se ne jemi bë pjesë e ngrohjes globale shumë masivisht. Edhe na po dojmë që me tregu se nuk mos me u bë pjesë e kësaj, me i hap syt njerëzit, me u vedisu, edhe me përmes këtij punimi me pa që nuk është mirë, domethënë me bë diçka keqe për tokën. Me pa që mund edhe më shkri toka ashtu në atë kuptimin, edhe thjesht me zbukuru botën sa më shumë, mos me përdor shumë makina, gazra, kështu gjëra që dëmtojnë tokën. Në këtë edicion të Mural Festit po marrin pjesë mbi 40 artistë, 30 nga ta vendor dhe 12 ndërkombëtar.